إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Njëra ndër dhuntit më të çmuara që ja jep Allahu subhanahu wa taala robit është mendja e shëndosh, është truri, është logjika dhe shëndeti. Ndërsa këto dy dhunti, mendja dhe shëndeti I kanë dy armiq të përbashkët. E kanë një armik të përbashkët, e cila është alkooli. Se dihet se alkooli është armiku më I madh I mendjes dhe I logjikës. Se njeriu I cili pin alkool dhe dehet, ai mo e humb logjikën e tina, e humb trurin e tina dhe s'munët me logjiku dhe s'munët me mendu, s'munët me kontrollu vetë vetën, s'munët me kontrollu trupin e tina për shkak të dehjes. Çka është alkooli? Alkooli është çdo pije dehse që e deh trurin e njeriut, që e bën njeriu që mos me mujt me mendu dhe me logjiku. Dihet se pirja e alkoolit është prej gabimeve më të mëdha, prej gjunaheve më të mëdha që e shkatron njeriu, që e shkatron muslimanin, ja shkatron imanin e tina. Mund të më shkatrua edhe veprat e tina. Sa njerëz që e pinë alkoolin për vetë se e kanë bërë këtë mëkat të madh, pasi që janë deh, është deh mendja, është deh truri, kanë bërë gabime akoma më të mëdha se kjo. Sa njerëz janë deh dhe kanë bërë. Sa njerëz janë deh për alkoolit edhe kanë përdhunu. Sa inceste kanë ndodhur në familje për shkak të alkoolit. Sa përdhunime, sa vrasje kanë ndodhur për shkak të alkoolit. Nuk është kot se alkooli është nana të gjithë këqijave. Se ti kur dehet mendja, kur dehesh për alkoolit mos din edhe çka bën. Kto e shkatron njeriu jetën e tina, e shkatron edhe ahiretin e tina. Allahu po na urdhron në Kur'an dhe po na thot: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju besimtar, o ju të cilët keni besuar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Thot o ju besimtar, me të vërtet pijet alkoolike, bigjozi, kumori, idhujt, shigjetat e fallit, këto janë vepra të ulta nga shejtani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Largohuni nëse doni me shpëtu. Nëse doni jetë lumtur, largoni prej këtyre mëkateve të mëdha. Largoni prej pijeve alkoolike, largoni prej kumorit. Këto janë të ngjashme. Edhe kumori është I ngjashëm me alkoolin. Se ta dej mendjen. Dehesh me që kime fitue. Shkoj 20-30 vjet, ti kur s'ke fitu, kur s'ke po pare dhe halo është me lujt kumor. Edhe kjo është një farë dehje. Ta deh trunin.
duke menduar dhe duke shpresu se ti kimë fituar dhe kimë bë parë një herë. Aty s'ban parë asnjëherë prej bigjozit. Prej haramit s'mundesh me pas hajër asnjëherë. Prej haramit kur kuj se ka pa hajrin haramit që nam ja pa. Prej haramit ka vetëm se sherr. Ka vetëm se dam. Me haram njeriu e shkatron jetën e tina. Ai menon se unë po bëj filan veprën edhe po knaqna, jo s'ka knaqësi në haram. As në këtë botë s'mundesh më knaq, pas në botën tjetër s'mundesh më knaq asnjëherë, se të pret dënimi për shkak të mëkateve që i ke krye. Andaj, largoni prej këtyre mëkateve të mëdha, largoni prej mëkatit të alkoolit. Se jina të gjithë njerëzit e gabojmë. Mirë, po më i miri prej neve është ai i cili pendohet. Çdo njeri i cili ka pi alkoolin apo vazhdon dhe e pin akoma, ka mundësi për mu pendu. Ka mundësi për mu pendu të Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu e fal. Mirë, po mjafton mu pendu edhe mu largu prej asaj vepre të keqe. Edhe minjeri ishe rezultatet. Minjeri ishe rezultatet e lanjes së këtij gjunahu të madh. Thotë Allahu fajtanibuhu, largohuni, mos ju afroni mëkateve, mos ju afroni alkoolit. Allahu shpesh në për ajete, pejgamberi alayhis salam shpesh në për hadithe thotë, mos ju afroni filan veprës. Nuk thotë mos e bani, mos ju afroni. Se njeri tu afru dhe bjen mëkat. Por rri larg haramit. A pse që është e ki haramin para teje? Rri larg haramit. Largoju sot ki mundsi. Se jashe sherrin. Gjithashtu transmetohet prej pejgamberit alayhis salam nga nana e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam se çdo pije derisa është haram. Çfarë do pije që është ajo? Me çfarë do emri që është ajo? Me çfarë do emërtimi që është? A është pije derisa ajo është haram dhe është ndaluar, qoftë pak apo është e shumt. Se dikush thotë s'kolidhe një gotë me piu, pak jam të pije. Ajo me pak ka pak nisë edhe bëhet shumë, edhe nisë bash i varur prej alkoolit. Pra është ndaluar qoftë e pakta apo e shumta. Çdo pije derisa është ndaluar. Gjithashtu ka një hadith tjetër që transmeton Ibn Omejri, ku thot pejgamberi alayhis salam ka thënë se çdo pije derisa konsiderohet alkool, e çdo lloj alkooli është ndaluar. Ka dhe lloje të ndryshme të alkooleve, të gjitha llojet janë të ndaluara. Pra njeriu me alkool dhe me pije alkoolike e deh trunin e tina, e deh logjikën e tina, edhe kështu prej këtij mëkati të madh mund të merro mëkate të tjera akoma më të mëdha se alkooli. Gjithashtu alkooli bëhet shkak që njeriu me largu prej namazit. Sa ai që pin raki, aty nuk i shkon menja më fal. Ai i cili pin raki, nuk i shkon menja me përmend Allahun. Pra alkooli të largon prej namazit. Alkooli të largon prej përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala. Paramno, a ka dëm më të madh se njeriu me largu prej namazit? A dihet se namazi është shtyllë prej shtyllave të fesë? As-salatu imadu din. Namazi është shtylla e fesë. E ti me rosh shkak diçka që me të largu prej kësaj shtylle të madhe të fesë. A ka më rënd se kjo? Njerëzit që pinë alkoolin kanë shumë shkaqe. Njëra prej shkaqeve është ata mendojnë se me pirjen e alkoolit, ata mendojnë se me deje kanë mi largu problemet. Valla po pi se kam shumë gajle, po pi se kam shumë mërzia. Shumë njerëzve, shumë prej njerëzve për shkak të mërzisë e pinë alkoolin. Thot të bona tapë edhe të mos mendoj se çfarë gajle kam, çfarë derte kam. A kjo akoma është duke i shtu problemet, jo duke i hek problemet. Se ti me deje, ti mush me bëllë dhe gabime tjera, me të shtu edhe gajle tjera. A shumë për njerëzve, po pi se mi largu brengat. Ti edhe nëse i largon brengat në thojza, ki mi largu brengat deri në mëngjes. Kur qosh mëngjes edhe tu ka largu deja, ti prape ki atë gajle, prape ki ato derte. Pra me alkohol nuk largohen problemet, vetëm se shtohen problemet. Largimi i problemeve është vetëm me sabër, është vetëm me durim.
Se Allahu thot në Kur'an: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Thot ne do t'ju sprovojmë me diçka prej frikës dhe urisë, edhe me humje nga pasuria, nga jeta dhe nga frikat. Dhe thot: "Wa bashshir as-sabirin." Përgozoj durimtarët. Pra do më të largu problemet. Ban sabër dhe ban durim. Sabri është shkak që më të largu problemet e tua, ndërsa alkooli është shkak që vetëm më të shtu problemet, më të shtu gabimet, edhe më të shtu galet akoma më shumë. Shkaku tjetër që njerëzit e pinë apo nisin me pi alkoolin është për shkak të shoqërisë. Për shkak të shoqërisë së keqe. Andaj keni kujdes se kënd dhe shoqëroni. Keni kujdes se kënd dhe bëni shok. Sa prej njerëzve për shkak të shoqërisë kanë nisë me pi alkool. Sa prej njerëzve për shkak të shoqërisë kanë nisë me pi drogën. Sa njerëz për shkak të shoqërisë kanë nisë me pi cigarën. Keni kujdes se me kënd shoqëroheni. Njeriu mendon, s'deshta me aprish me shokëve, nuk deshta me aprish shoqënisë, edhe nis me mëkat. A pse ja aprish Allahut nuk ka lidhje. Ka në hadith të pejgamberit alayhi salam, ku thot pejgamberi alayhi salam, tri janë ato gjëra të cilat nëse gjenden tek një njeri, atëherë e shijon ëmbëlsinë e imanit, e shijon kënaqësinë e imanit, kënaqësinë e besimit. Allahu dhe i dërguari i tij duhet të jenë më të dashur për të se kushdo tjetër. Pra ti e don Allahun më shumë ti, e don pejgamberin alayhis salam më shumë ti, e ti ketë vja u prish, por mos vja prish Allahut subhanahu wa taala. Kështu e ka muslimani. Ketë vja u prish, vetëm Allahut nuk ja prish asnjëherë. Ketë vja u prish. Dikush thirr për një mëkat i thonë, jo se unë kam frikë Allahun, jo se unë e hidheroj Allahun. Kjo vjen prej dashurisë ndaj Allahut. Kjo vjen prej frikë respektit ndaj Allahut. Preshja ketëve, veç Allahut subhanahu wa taala mos ja prish. Mos ja prish Allahut subhanahu wa taala, se nëse të kaplon hidherimi i Allahut, atëherë mirë për neve. Mirë për neve nëse na kaplon hidherimi i Allahut. A dikush me të hidhëru ty në shok, sot i dhënohet, nesër pajtohet. Mirë po me të hidhëru Allahu, kjo është gjë shumë e madhe. Kjo është gjë shumë e rrezikshme, që na do të mundu edhe mu largu prej çdo vepre që e sjell hidhërimin e Allahut. Pra, mos e dëgjoj shoqërinë tane, mos i dëgjoj shokët e tu kur thirrin mëkat, kur thirrin gabim. Po nëse vjen mos e dëgjoj edhe familjen tane kur thirrin ty në mëkat, kur thirrin ty në gabim. Kërkan mos e dëgjoj. Që thret në hidhërim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Elusë Allahu në madhruar me na bë për atyre të cilët e fitojnë kënaqësinë e Allahut, e ndjejnë kënaqësinë e imanit dhe kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e besimit. Elusë Allahu në madhruar me na mundsu më largu prej të gjitha mëkateve, qofshin ato mëkate të mëdha apo mëkate të vogla. Elusë Allahu në madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elusë Allahu në madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarm të xhenemit. Elusë Allahu në madhruar me na mundsu me pas fundin e mirë, me vdek me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Elusë Allahu në madhruar me na mundsu me vdek me iman dhe me islam dhe me vepra të mira. Elusë Allahu në madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehsu urrën e siratit, dhe elusë Allahu subhanahu wa taala me na tubun xhenet, çashtu çush na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.